të kishim hapur direkt klasa, qoftë për xhubletën, u vu dje bërja e xhubletës, dhe aty duhet ishte në gjithë malsinë e madhe, duhet ishin, po këto duhet i subvencionoj shteti paka shumë, se me qa do mbajen ato zonjat që ta bëjnë atë xhubletën që do... Kamarieri, për shumë, ja po ta them unë, një kamariere e bukur, një yll shqiptar e bukur, e veshur me xhublet, është 100 mirë më seksi, se sa një filipineze që është e veshur dhe gjysmë lakuriq. Për them unë tani, mbas e kam bërë. Ajo vajza le ta mbaj veshur, po nuk bën lek ashtu. Tani, ajo duhet quhet eksperienca e xhubletës dhe vinë të huajt është tur, është paket, më vete. Si do ta shes? Themi, po këtë duhet ta bëjnë ata tur operatorët të Shkodrës dhe thonë, si vjet na ushtua kjo gjë që është UNESCO, atëherë direkt çdo pika fundore ose fillimi mund të jetë xhubleta. Dhe themi, shkojmë do drekojmë në filan restorant që është tradicional, pastaj do shkojmë do bëjmë atë 2 orë të shojmë si bëhet xhubleta, pastaj do shojmë të shojmë dhe këto paketohen. Ky është turizëm shëndetshëm. Kulinaria është një pjesë. Shesësh kulturë. Ti do shesësh dhe për të shitur ti duhet të kesh një histori. Pra, paketa duhet të jenë tematike. Që do të thotë, për shembull ne tani po bëjmë për Tiranën turin e mbretërve. Askush nuk e di, turi i mbretërve është sepse kanë qenë po Persqopi që nuk flet njëri fare, aty mendohet edhe Aleksandri i Madh, po t'i lëjmë se na turen pastaj. Por ka qenë mbreti është një hartë e vitit 1600 që tregon Petrela, thuhet vendlindja e Alessandro Magno dhe është ajo harta. Përveç kësaj është mbreti Glauk, aty ka ndonjur Piro i Epirit, derisa u rrit dhe derisa u bë gati për të drejtuar. Këtë e thot edhe Neritan Ceka. Kjo është shumë e bukur ta dinë turistët, duke njohur Piron, duke njohur po të flas